Të nderuar miq, neve këtu kemi edhe antarën më të re të këshillit të podcastit tonë, Radios Sibilat e Veriut, zonjën Besarta Shkoza, e cila po në metaforën tonë, kushtuar figurës së madhe të Robert Elsit, është këtu në prapashpinën e revistës, por njëkohësisht ajo është edhe botuar brenda kuadrit të revistës, me një ese të saj, por neve sot nuk do të ndalim me të eseja, ndoshta kur jemi në kushte më komode në studion që e kemi, në studion e Radios Sibilat e Veriut, atëherë do të flasim më gjerësisht, ndoshta në një emision tjetër, por sot Besit do t'i lutemi të na lexoj poezinë kushtuar kësaj figure të madhe të albanologjisë shqiptare. Besi, fjala për ty. Faleminderit, dhe njëherë mirë se vini në podcastin tonë. Vërtet shumë faleminderit që gjatë gëzim që na mblodhe dhe na solle të vizitojmë dhe t'i bëjmë një humazh. Për Robert Elsjen, ca vargje. Ti mik i byrë i Shqipërisë, birë i Vancouverit dhe Gjermanisë, Kosovës ju bëre krushk i lirisë. Për Kosovën e dashur, fort ke lëbëruar, të bëj shtet e për të forcuar. Me këto vargje, po të përmend, në histori shqipe, ke zënë vend. Fort vlerëson tradita shqiptare, ti personalitet me famë ndërkombëtare. Në mes Alpesh, në park të thethit, prehet trupi Robert Elsjet, me respekt flas për ty sot, në kujton shqipja për jetën. Faleminderit të Besi, të falenderojmë shumë, të falenderojmë edhe për vargjet që ne i quajmë si simbolika homazhi për figurën e Robert Elsit, duke nderuar këtë figurë për atë që ka bërë për popullin tonë shqiptar. Pa ndërprerje, zonja Prenda, Besi do të kaloj tek telefoni pa ndalë, ndoshta. Dhe neve do të flasim edhe 2-3 fjalë përmes zonjës Prenda Sejdia do të themi edhe 2-3 fjalë sepse është dita e shenjtrimit të Nën Terezës dhe ajo do të na thotë edhe disa fjalë rreth kësaj figure të madhe shqiptare. Zonja Prenda, fjala për ju. Faleminderit zoti Gzim. Për gjithë shqiptarët sot është fest, e kemi edhe pushim zyrtar, po e shijojmë në maksimum. Fal veprës së madhe që Nën Tereza la si testamentin më të çmuar shqiptarëve. La paqen, la bekimin. Është pikërisht ajo që me fjalën e saj të fuqishme ndikoi dhe loboi fort për Kosovën. Dhe gjendet e shkruar në librin e Bill Clinton, aso kohë president i Shteteve të Bashkuara, që i tha birë, shiko pak për kombin tim. Dhe fjala e saj u bë vepër. Jemi sot për të nderuar figurën e Nën Terezës, krahas këtij albanologut madh që sapo lexuam me dhe pak vargje të shkruara brenda revistës numër 34 Metafora që Gzim Ajgeraj po brenda këtij viti e ka botuar. Unë kam parë tek Gzimi për këto dy figura gjithë dashurinë e respektin e një njeriu të devotshëm që ju a ka fal nga shpirti i brillant. Na e solli sot dhe unë jam shumë mirënjohëse e falenderuese po ashtu, sepse të vish për mua ky vend është i shenjtë. Sepse një njeri me origjinë që nuk është shqiptare, frymoi shqip dhe prehet shqip, është gjëja më e bukur që ne mund t'i bëjmë ndonjë nderim. E pikërisht në ditën e shenjtrimit Nën Terezës, për mua është 2 herë fatlume kjo ditë. Është kënaqësi për të uruar gjithë shqiptarët, gëzuar shenjtrimin e Nën Terezës, ajo lumturoft mes qijeve e qoftë bekim për frymën e çdo shqiptari. Këti urimi miq të nderuar i bashkohemi edhe ne dhe ne urojmë gëzuar dhe urojmë që Nën Tereza, shpirti i Nën Terezës të reflektojë gjithmonë paqe, mirësi dhe dritë kudo që dëgjohet dhe flitet për emrin e saj. Miq të nderuar, neve këtu po mbyllim këtë incizim dhe transmetim tonin për të sjellë edhe juve imazhet tona në të ardhmen dhe shpresojmë që në këto emisione do të përsëriten, do të plotësohen në kushte më të mira, sepse jemi në kushte terreni, në kushte natyre dhe sigurisht që edhe ndonjë
do në lëshime kemi, por gjithsesi kemi mirë kuptimin tuaj. Ju falemnderit. Janë edhe emocionet zoti Gzim që na kanë shoqëruar gjatë gjithë ditës, në Sigurisht. fakt. Edhe një herë shumë falenderuese. Faleminderit. Përshëndesim të gjithë shikuesit e këtij podcasti, të gjithë dëgjuesit tanë, miq, shok të afërm kudo që i kemi, edhe urojmë një fillim të mbar për Radio Sibila TV. Faleminderit, suksese, shnete të mira. Faleminderit nga unë, Gëzima Igeraj, nga zonja Prënda Sejdia dhe nga zonja Besarta Shkoza. Faleminderit, Shumë mirupafshim. faleminderit.